Ministria e Punëve të Brendshme i njofton qytetarët se në kuadër të projektit Qytet i Sigurt nesër do të zbatohen aktivitete për testimin, kalibrimin dhe verifikimin e pajisjeve të vendosura për mbikëqyrje të komunikacionit në zonën e qytetit të Kumanovës dhe Tetovës. Aktivitetet do të realizohen në intervalin kohor nga ora 8 deri në orën 20. Meqenëse në secilin lokacion me kamerë të vendosur, procedura do të kryhet një herë dhe do të zgjas pak, përafërsisht nga 15 deri në 30 minuta. Gjatë zbatimit të aktiviteteve në lokacionin konkret, komunikacioni përkohësisht nuk do të lejohet derisa të zgjas procedura, pas së cilës do të vazhdojë të zhvillohet normalisht. U bëhet thirrje qytetarëve dhe gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë kufizimet e përkohshme, si dhe të tregojnë mirëkuptim, durim dhe bashkëpunim, me qëllim të realizimit të papenguar dhe të sigurt të aktiviteteve të planifikuara, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme.